Mirëmbrëma të dashur miq të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar profesor Pullon Pilinçin. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. Berisha refuzon të paraqitet në SPAK për 21 janarin. Profesor, çfarë do ndodhi tani me zotin Berisha që nuk u paraqit në SPAK? Dhe mendoni ju se të hënën do të ketë protesta? Mirëmbrëma të dashur shqiptar. Siç u kam thënë ka 2-3 javë zgjedh tirania. Tirania komuniste, tirania e spionëve, e shqipfolësve, tirania e hajdutëve, e kriminalëve që u kanë vrarë për 35 vjet, u kanë vjedhur, çfarë nuk u kanë bërë. Por është fundi i tyre këto ditë. Gazetarja po më pyet për Berishën. Berisha është hapur që të premten, domethënë sot, duhet të paraqiqe sipas SPAK-ut që e kërkojnë të paraqitet. Pavarësisht se Berisha nuk është paraqitur në mënyrat e tija, po unë u them shqiptarëve, siç u kam thënë gjithmonë, qartë, drejt dhe troq. Të dashur shqiptar, ka një javë ca që janë prerë shumë fletat e arrestimeve, që janë dërguar njerëzve. Nuk është një, dashur shqiptar, nuk është 2, po janë me qindra. Po me qenë se kemi fjalën dhe Berisha, Berishës unë i kam thënë, po thuaj, trenetërisht, çfarë ai mund të veproj, të shkoj vetë drejt burgut. Pavarësisht se Berisha nuk vajti. Fleta e arrestimit që është bërë sot në mëngjes është me hidhur. Është e njëjta, do t'i njaj si Ilir Metës. Berisha e di vetë, nuk pas ka këshilltar të mirë që t'i thonë realitetin. Por gazetarja përsëri më thot që Berisha ka njoftuar që të bëj demonstrat. Gazetare, PD-ja është mbyllur ka kohë, nuk është sot. Është mbyllur para 11 majit, që gjoja bën zgjedhjet, gjoja emërimet e deputetëve, futën 50 veta gjoja si deputet. Të gjitha këto ishin mashtrime, të gjitha këto ishin gënjeshtra, të gjitha këto ishin udisje të 2 partitë, që gjoja të shtynin edhe këto muaj si që kanë shtyrë. Pra, s'ka patur zgjedhje fare, vetë Berisha e thanë zgjedhje nuk u bën të mira, por të nesme shkovi në parlament. Pse vajti? Vajti për të mbrojtur akoma veten e tyre, për të mbrojtur Edin, për të mbrojtur Berishën. Këtu po bëhet problem për 3-4 familje. Pra, le që se ndjek me njeri Berishën, ata kanë sherrë çdo ditë brenda në zyrat që nuk pagojnë asgjëra. Zyrat e tyre pre vite i kanë zoptuar, ashtu si e quajtur PD-ja, ashtu si e quajtur PS-ja, nuk pagojnë as ujë, as qira, kanë zënë vendet e shqiptarëve. Pra, dashur shqiptar, shikoj sa zyra kanë në PD, me qindra, dhomë. Pa paguar, vetëm mos kishin bërë asgjë, vetëm për këtë dënohen për 35 vjet që s'kan paguar as dritë, as ujë, as qira, sepse të dyja kanë qenë prona private. Edhe ku është bërë komiteti i quajtur i dikur i bolshevikëve, komiteti i partisë, që sot është zyra e PS-s, gjitha e pallat, pa pagim, në çdo gjë në botë, dashur shqiptar, sidomos ku është demokracia në Amerikë, i marrën me qira. Absolutisht nuk janë të tyre, kurse këta zaptojnë çfarë të duan, marrën çfarë të duan. Pra, ftesat e arrestimeve, siç u kam thënë, dashur shqiptar, po arrestojnë çdo natë, pavarësisht se njerëzit nuk po i shihnin. Po vjen çdo ditë. SPAK-u është bërë tamam si dikur ambasadat amerikane, ambasadat e huaja, që vinë ministrat,
kryeministrat, presidentat për spionuar njëri tjetrin. Ashtu është kthyer SPAK-u nga të thërritur. Çdo ngele drejtor, ish drejtor, të gjithë do vënë në SPAK, do pyeten. Nuk do ngelet njëri të dashur shqiptar, sepse dosjet janë përfunduar, fletët e arrestimit janë të përfunduara, sepse byroja kombëtare ndjek taktikën e FBI-s amerikane të njëjtën. Do me thënë, e ndjek kaq vjet, ka përfunduar, çdo gjë janë gati për në burg. Pra, këtu nuk ka qeveri dashur shqiptar, nuk ka qeveri prekosh, por është vetëm bëjnë rëmuj, largohë lart e poshtë, sepse edhe unë që kam krijuar qeverin teknike, ne jemi gati për të kaluar në zyrat e reja për të shërber kombit. Kjo është qëllimi që ne kërkojmë çdo natë, kërkojmë njerëz për të punuar, kërkojmë ambasador, kërkojmë doktor, për mjekësi, inxhinier, për ndërtim, pra çdo gjë, filozof, ne kërkojmë arsimtar, ne kërkojmë njerëz të rikthehen. Pra gazetare dalën e pyetja, e shoh Berishën këtu, është bërë bujo për Berishën, pse s'u paraqit, pse s'u vajti, edhe radhë e parë të dashur bashkëdhetar nuk u paraqit Berisha. Ishte deputet, por e muar dhe i gjitën katin e 8. Pra tani, Berisha, avokat e tij ka shumë të dopt, ai nuk është avokat i tij, ai është spiuni i Berishës. Do me thënë, është kundra Berishës. Ata e bëjnë që të mos paraqitet që Berisha të hyjë sa më parë në burg, që mendojnë ata avokatët që t'i mbajnë parat që i kanë marrë Berishës, po bën mjako për çdo drejtim. Ata e kanë mësuar përse prapti, mua më je shumë keq që e bie e tij është juriste, i biri i tij është jurist, dhe nuk e ka mësuar babën, si që thash më parë, të veshjet drejt e të shkojë në burg, ka me lezet kur ta shohë shqiptarë. Nuk është mirë që ta marrën Berishën të heqë zvarë si Ilir Meta. Ajo do t'i njaj Berishës, e ka me orë, e ka me ditë, pra gazetare, Berisha ka përfunduar ka kohë, partia e tij ka 7-8 muaj që është mbyllur, është kot rrin kot, pra kjo është punë e Berishës. Dhe ftesat për arrestime janë me qindra ftesa arrestime. Për qafimet e Melonit për Shqipërinë, Tirana nën çadrën e Italisë. Mund të na flisni më shumë për marrëveshjet që zoti Rama ka firmosur në Itali? Të dashur shqiptar, Edi Rama shkovi në Itali si dikur kur vini Krushqit. Mërpara vinte nusja, si që erdhi, dhe Edi Rama ju përkull, sikur do t'i jepte unaz. Edhe merr njerëzit me vete që të shumtit nga ta që ishin janë non grada dhe janë për në burg. Sidomos zëvendës kryeministrja, ata më s'kan me pasaporta, diplomate, pavarësisht se ata i prodhojnë çdo ditë. Por atyre është hequr çdo gjë. Ata nuk bën gjë tjetër, vetëm bën një show. Ju e pat vetë edhe showin që e bëri vetë Edi Rama duke dalë bulevardin, e duke bërtitur, duke thritur. Ai ishte show për të humbur vëmendje. Dashur shqiptar, ata kanë përfunduar, kishin marrë edhe gazetarit e tyre, edhe gazetari i bëri një intervistë Sokol Balla, i bëri një intervistë edhe e pyeste, por ai si kthete brigje të saktë. Sokoli e pyeti tamam në pyetje, i tha, çfarë do bësh me zëvendës kryeministrin? Ish zonja e Sokolit, pra ai s'ktheu përgjigje. S'ktheu përgjigje për arsye se ai e di me ligj ndërkombëtar nuk kishte edhe drejt të vini gjysma e qeverisë së tij që është përgatitur ka kohë që të vinte në Itali, që janë në hetim, janë për burg.
ai është vetë Edi Rama për burg. Edi Rama s'ka drejt me të kaloj as ujë dhe as oqean. Pra, të dashur shqiptar, ajo ishte një për të humbur vëmendjen e arrestimeve, ashtu ka e 2-3 ditë për të humbur vëmendjen e nxjerrën Berishën, pse nuk paraqit gazetarët, pse nuk vajti si që puna. Pra, këto janë për të humbur vëmendje për të shtyr orën, o për të transferuar parat me do i vend që ne i dim, ne atë duam, ku do t'i shpjen parat. Pra, të dashur shqiptar, kjo ishte një show, italian shumë shpejt do të nxjerrën kundra Edi Ramës, sepse kjo e bëri private, si kryetarja, do me thënë, kryeministra italiane, me kryeministrin shqiptar që kanë bërë pazar, dhe inteligenca e Italisë më dëgjon shumë bukur, që ti shikoj çfarë para kanë bërë të dy palët që më përpara, sa para janë marrë nga taksat e Italisë dhe kanë bërë pazar, i kanë kthyer në para private. Ata janë në ndjekje, e din fare mirë, dhe personi mua më ka erdhur nga Roma, më ka pyetur për këtë që po flas sot. Pra, këto janë pazare, dashur shqiptar, këto janë shpenzime që të bënin se kush të mirëte më shumë, të mirëte kryeministrja, apo kryeministri i Shqipërisë që ndajnë parat e taksave të Italisë dhe parat e taksave të shqiptare. Këto janë bërë show, po për ne shumë mirë, para arsye që t'i shohim ku hynë, ku dalën, sa para shkojnë, ku vjen, që këto para t'i kenë nesër shqiptar. Pra, ky ishte një show për të humbur vëmendje. Berisha, Mostar. Spartak Braho godet gjithë familjen Berisha brenda për gërdecin. Profesor, e njihni Spartak Brahon, i cili e quan zotin Berisha Mostar? Të dashur shqiptar, ju e njihni shqiptarët, çdo njeri. Unë ndjej një keqardhje dhe një ofendim për familjet shqiptare. Pavarësisht se Berisha çfarë ka bërë, atë do të gjykoj, dhe do t'i paguaj dëmin që ka bërë kombit shqiptar. Po që ta arrijë e ta bëj familjen e Berishës monster, kërm, ne i themi kërm të dashur shqiptar, kur një gomar ngordh, e i thonë kërm që të vejnë qenë të hanë. Por të dashur shqiptar, komunistët nuk kanë fytyrë. E kanë fjalën që t'i them zotni Spartak Brahos, një agent, një palospiun, një rrugaç familjar. Në kohën e Enverit ai ka qenë agenti mi madh, ka arritur është bërë deputet në Shqipëri, ka arritur është bërë deputet dhe në komisionin e Shikut, që ai vetë ka qenë një nga më të fëlliqur që ka historie e Shqipërisë. Me Lecin, me Ilirin, me këto ka qenë. Unë po i drejtohem Spakut, ta verifikoj urgjent dhe duhet të arrestoj Braun. Se arsye a i bën agent propagande sërbe. Të thot kush është ai. Në dosjen e tij nuk e kemi që sot, dashur shqiptar. Dosja e tij është para 90-s. Ka qenë një spion. Ka qenë një intrigant. Dhe flet për familjet shqiptare, i bën monster. Unë thash, Berisha gabimet që ka bërë në 97-s, naftën, piramidat, vrasjen e Isenjanarit që dohet shpejt në burg për atë punë, por që ta bësh familjen monster edhe kërm, një far idioti si Spartak Braun, që e nje gjithë Republike e Shqipërisë, familjen e tij dhe kokën e tij.
Dhe se sa ka vjedhur ai, që del në për televizoret dhe u a bën biografin të tjerve, kurse ai e ka biografin sërb, grek. Qarë s'ka ai? A ishtë bashkëpunëtori i sërbëve me kohë. A i ka qenë spiun që dëgjonte në përdritaret me kohë. Dhe del sot dhe ofendon familjet. Po flasëm çështje familje të dashur shqiptar. Nuk po flasëm çështje kush ka vjedhur e kush ka bërë. Po që të dalën kriminalit si punë e Spartak Brahos, që ka punuar për sigurimin e Shqipërisë të kohën në Ministrinë e Brendshme. Ai kishte një pardesy të madh. E del sot ofendon familje shqiptare. Që ai duhet ishte me burg në kohë. Po del në televizor edhe flet avash, unë kam çantën e zezë, po me çantë të zezë, se fytyra jote nuk ka. Atë çantën e zezë që unë e di që më 90-ën. Ne kemi dosjet originale të 90-ës. Do me thënë, të 24-ës deri më 90. Unë kam thënë që dosjet do t'i hapë mbas 90-ës deri më sot për spionët sërb, grek, rus. Dhe kur e shoh këtë foton këtu, më vjen për të vjellë. Kur shoh një fytyrë, një matuf me kokë të bardhë, edhe ze, ofendon familjet e Shqipërisë. Gjyqtarët dhe prokurorët duhet ta ndjekin urgjent. Morë prokuror. A e shihni që brava del televizor më televizor, gjoja ka një çantë të zezë. Ai ka fytyrën e ty në dosje. Dhe e di sigurimi. U bë edhe deputet. U bë e deputet dhe u bë tregonte në sekretet gjoja të shikut. Të shikut të komunizmit. Kjo të dashur shqiptar, kjo s'është me për të duruar. Janë ngjitur spionët e dikurshme edhe duan të ofendojnë familjet e shqiptarëve. Pra, nuk e di ku e keni gjetur këtë foto që e ka bërë publik, unë shoh dhe një gazetar në qoshe të atje, shoh dhe familjen e Berishës, unë dje një keqardhi, si që thash, për çdo familje shqiptare, ka ardhur koha dashur shqiptar, nuk është koha e komunizmit, po është koha e personit. Nëse një person Berisha ka bërë gabim, t'i japën dëmimin e merituar e ta vrasën. Po jo të futen familjet. Çdo person duhet t'i japi llogari. Koha si në Amerikë është, s'ka punë familja. Një person që bëhet deputet është personi çfarë biografi, çfarë shkolle ka, jetë e tij, jo jetë e zonjës, jo jeta e fëmijëve. E nëse gruaja del bëhet deputete, s'ka punë me jetën e burrit. Kjo është demokracia reale që ne do të sjellëm me minuta. Ngriuni shqiptar, ngriuni ku jeni, jo për revolt. Ngriuni eanin e Partia Shpresa Demokrate për të marrë frenat në dorë. Sepse ka filluar akoma kylysh e komunistave dalën si puna e këtij Brahos. Tamam si punë e këtij Brahos. Del dhe llamatet në televizor. Ka kohë, nuk është vetëm sot. Po ta pyesi veten ti thot shqiptarëve, ku i gjen parat ai? Ku i ka gjetur vilat që ka? Ku i gjen kostumet ja i ble? S'ka punuar një ditë. Në kohën e komunizmit dëgjonte në përdritare. Dhe gjoja 35 vjet, nuk di kush puna e tij. Po një herë deputet me Lecin, një herë me PD-n, një herë me PS-n, s'ka lënë vend. Këta njerëz e ka shkatruar Shqipërinë. Këta njerëz po dalën si kërpudhit të dashur shqiptar. Këta njerëz kanë marrë me qafë internimet, burgosjet, pushkatimet, fytyrat e këtyre kamoshër që ka bërë. Ky duhet të dali para drejtësisë dhe të thotë realiteti. Çi ka bërë këtij kombi? Që ditë i ka lindur? Nga është? Pse është? Si është?
Pra, ka ardhur koha dashur shqiptar, po dalën kërpudhjet e qenëve. Kështu i themi ne, kërpudhjet që dalën bas vesës. Kur përmjerën qenë, dalën kërpudhjet si punë e këtij. Po dalën klyshët e komunistave. Po dalën këto ditë s'kanë kuvend. Po dalën që kanë krijuar partira, 100 agentët që janë anti-shqiptar, 1 person, 1 kryetar. Këto fytyra janë që u kanë dëmtuar ju. Pra, të dashur shqiptar, erdhi koha të vini sa më parë për të zënë mendin, më bëjnë telefon, kanë dalë edhe gojat e liga dhe thonë qeveria teknike e shkruar, pse nuk vete në pallat, do me thënë në zyrat për të shërber shqiptarët. Unë pres akoma nga ju, tash shu shqiptarë. Unë pres nga ju fëllëzat. Unë pres djemë të ri që të vinë, që të zenë punë, të bëjnë ambasador, si që për na vinë për ditë. Kërkojnë të jenë ambasador në tërë botë, që t'i themi i kësaj Evrope shkërdat, që kërkon të na shkatroj përsëri, ashtu si shkovi Edi Rama me rrugaqërin në Romë, në atë Romë që shqiptarët e kanë ngjitur dikur. Vinë këtu ambasador e Evropës dhe llambatisin për Shqipërinë. Nuk u lem ne ty në Evropë, po su bet gej e lesbien. Na tërgojnë ne shqiptarët. Po nuk kam thënë dashur shqiptarë. Ditën që ne jemi në zyrë, ne kemi krijuar qeverinë. Keni të bindur. Ne jemi që kemi bërë qeverinë, ne jemi që minutën të kalojmë në zyrat për t'i shërbërë kombit shqiptar. Por aman, orë që do flitet në televizor në mëngjes që qeveria është gati, nuk do në kelet me kem këtu të huaj pederas e lesbien. Ti ikim para se ne të bëjmë qeverinë. Që po e coptojnë Shqipërinë nga moraliteti, nga droga, nga theshethemet si fytyre këti. O vendon fëmijë, rinin, niprat, stëniprat e familjeve. Ka ardhur koha të themi realitetin. Ka ardhur koha e 35 viteve. Po është koha, nuk është gjykuar e 46 viteve me regjim komunist, të byros politike, të komitetit qendror. Që akoma fëmijët e tyre janë Zvicër me banga. Ka ardhur koha që pasurit t'i marrë shqiptarët. Ka ardhur koha që t'i gjykojmë e të vdekur që kanë bërë shqiptarëve. Që si i trenonin shqiptarët, si i kanë burgosur shqiptarët, si u nuk i pëshqim në përkampjet e trenimin, si i zinte kolera, se nuk i ipte ushqim, punonin në përmoqale, në përmushkonja, edhe sot ata marrën $80. Kjo është koha që ju të ngrini e të flisni. Po flisni kur do arrestohet e do një tjetër. Të gjithë do arrestohet. Po ja, mizat e kalit nuk të le rahat. Shkojnë në fytyrë si ishë bërë. Në fytyrë si ishë bërë. Mizat e kalit. Akoma me gjakun tuaj shqiptar. Akoma me gjakun tuaj kanë vila Durrës kudo. Po shkojnë prarë dhe tyre nga i kanë erdhur. Nga gurët. Po me thashetheme, me kërcënime, që u bejnë njeri tjetrit. Këta dashur shqiptarë erdhi koha, u thash ditën që t'jetë, të jemi dispozicion, që të jemi në publik. Ne nuk do lem kem të huaj që të vinë të llamatisën këtu. Nuk lambësoj dot. Hapur e them troq, nuk ka rritur një nga Evropa, e nga bota të mësoj shqiptarë. Të marrësh një shqiptar në maj të malit, a i dy gjuhë. Është i aftë të dashur shqiptar. Më falni që po flas.
duke bërtitur. Po ka ardhur koha jo të bërtasësh, por ka ardhur koha të ngriheni e të bashkoheni vëlla me vëlla, të filloni pajtimin tuaj për herë të parë në familje. Se u kanë coptuar fytyrat e këtyre. Ta janë ata që u coptojnë juve. Që i kanë darë familje, i kanë përqarë motër me motër, vëlla me vëlla. Nipin, kanë filluar bëjnë sherrë në familjet e tyre. Këto tipa, si ky, janë me qindra dhe me qindra në Tiranin e Kuqe. Me qindra janë dashur shqiptar. Kemi listat. Këta janë përhapur në për familje. Që u thonë, mos veni shamat, se pëseja do të usjeli një thes me mjell. Pëse ka vdekur. Pëdeja ka vdekur. E patë edhe vetë dashur shqiptar në votimet gjoja. As 4% skandal. Ne dërguam njerëzit, pa marrësi se më thanë vlora 5%, jo, 2%. A here, nuk e doan as pëden, as pësen, që të dy e anti-shqiptar, po si mund t'i doan fytyrën e këtij brahos. Këta u kanë rije për juve. Mos rini në gjumë, se u ka shkatruar familje. U ka lënë fëmijët për të detit, duke qarë. Nuk vi dot këtu. Sepse Evropa nuk i do shqiptarë, e kam fjallën. Franca, se Evropa është tonë. Gjermania është tona. Austria është tona, dashur shqiptarë. Jemi një gjak, jemi një kom. Amerika është tona, dashur shqiptarë. Amerika ka në Evropë Gjermanin. A i shini në bashkimin e Evropës. Qa thot Gjermania be, jo Franca. Jo Inghiltera, pse do një jashtë? Se deshte beshje bosi e Evropës. Jo, bosi e Evropës është Gjermania. Ta është raca me pastër. E janë i të rinj, e janë intelektual, edhe bjanë shqiptare e kryuam. E kemi kryuar në Zvicër, kanë filluar vend të rinj, të reja. Ashtu si do tjetë në Shqipëri, drejtoria qendrore do tjetë tu, do quhet FBI. Do dali skema të henën, do të shini dhe vetë. Ashtu dhe inteligenca e shërbimit sekret, që të mbroj kombin e tokës shqiptare dhe kombin e Amerikës. 4 jemi. Amerika, Gjermania, Austria dhe nëna Shqipëri, që është mbi të gjithë. Kjo është kyçi kryesor, pavarësisht se Amerika është lartë. Është Shqipëria. Shqipëria e ka krijuar Amerikën me fondet e saj. Sa arritën dhe presidenti i parë shqiptar, George Washington. Pavarësisht se Maraushka, bizat e Kalit, për 35 vjet paguajnë për Amerikë, Kaliforni, Texas, Chicago, Florida, për spionazh, do t'i sjellëm këtu dashur shqiptar. Ua kemi mbyllur çdo gjë. Ua kemi mbyllur radio, televizor, se ata ishin që shkonin shtëpi me shtëpi për qanin familje. Kanë qenë dikur ushtarak, kanë mbaruar shkollën e kadetave të sigurimit të Shqipërisë. Janë shpërndarë në për Itali, në Francë, Gjermani, gjoja si gazetar analist, këtu do t'i sjellëm. Këtu do t'i sjellëm të qini ju me sy, që janë milionierë pa punuar një ditë, sepse bosi tyre, Spartak Brau, e i thonë baba Spartak Brau, po është baba, se ka coptuar shqiptarët që në kohën e komunizmit. I ka futur për burgjet, e me jalen tjetëri për të buruar i gjyrmat njeri vjetit. Arriti, bëri si gjberi me Ilir Metën. A i e në kotosi më në fund, ja që njau Ilir Metës. Se bolqevikët, spionët, janë të mërshëm dashur shqiptarë. Pra, ka ardhë koha gazetare, me erdi keq për këtë foton që pash, që kanë nxjerrë në publik, televizorët, duhet të heqen këtë foto dhe ta lënë vetëm Spartak Brahon. Ta lënë me të gjithë televizorët e t'i thonë, po na i shpjego, ku i ke gjetur këto para? Pa një ditë pune.
Po të thotë kur ka punuar ai? Se merr pensione. Ai s'do ketë pension, po të jetë gjallë kur bëhet qeveria. Jo pension që s'ka, ai duhet brenda. Jo hapi llogari për dëmi që ka bërë kombi shqiptar. Profesor, a keni diçka për të shtuar? Unë kam për t'i thënë shqiptarëve shkurtimisht të dashur shqiptar, këto dy partit që ne i kemi eliminuar, po bëjmë propagandën ka një javë, resh natën mlidhen si qend, tamam si fytyre e këtia, duan të organizojnë shqiptarët për të djegur Tiranë, për të djegur qytetet. A e keni parë dashur shqiptar si ka dalë një parrull në Shqipëri, ka vite që del gjithmonë. Thonë, ne i kemi bërë, ne do t'i djegëm. Ne i kemi bërë, ne t'i rrëzojmë. Por, sa jemi gjallë ne jo. Unë i them policisë, sot drejtorit të policisë të Shqipërisë. Unë i di që a i më dëgjon. Dhe i them drejtorive të policisë të gjithë Shqipërisë, që në Vlorë, në Jug, në Veri, në Lindje dhe në Perëndim. Mos dëgjoni se që u thonë dy partit. Mos dëgjoni edhe mos mini urdhër. Nëse ju do mini urdhër nga të dy, sidomos nga Edi Rama, do bëni shumë gabim. Mbajeni policinë, mos lini njeri të djegi e mos lini njeri të bëj të hedhi diçka me çdo qytet. Rrini gatishmëri. Mbrojeni kombin shqiptar. Mbrojeni veten. Nëse nesër për të jetë qeveria në zyrat, nëse ju keni bërë gabim, ju do t'jeni në burg. Nëse ju s'keni bërë gabim, se pak a shumë i kam të gjitha fytyrat e drejtorëve të policisë të Shqipërisë. Kini kujdes, jeni të rinë në mosh akoma, se njeriu delëm mosh 70 vjetë ca. Jeni 50 vjeç, 45, 60 ju drejtorat. Kini kohë që tini përsërin në shtetin. Kini kohë akona se e keni eksperiment. E dini si është policia. E dini që janë pa bukë policat. 98% të policisë sonte nuk kanë bukë. Disa mund të më thonë, së është e vërtet Piliqi, po si, qa do bëj me $600? Polici. Merë $600, ato $600 po t'i bi llogari, ati si dalën për kopucët që ble e për kostumet e policisë. Ka 2 vjetë e ca, parat e kostumeve i banë qeveria që i ndani bashkë zëvendës kryeministrja me Edi Rama. Edhe u ejbte këtyre të PD-s, gjoja si deputet, mos bëni shamat, bëni skushani, po të mbajnë prapë qeverinë. Kini kujdes polici, mbrojni kombin, erdhi koha e juaj. Nëse ju do bëni gabim, do bëni shumë gabim, kombëtar. Mos dëgjoni as të huajt, se gjithë të huajt që u vinë këtu, vinë për të vjedhur. Të gjithë ata që vinë në aeroport, i kontrolloni. Mos pyeni se është i jashtëm. Mos pyesni se është diplomat i Bashkimit Evropian. Ate janë rrugachër. A e shihni se kush është deputet i Greqisë? Një që ka vrarë në Peshkëpi njerëz, i vrau shqiptarë, një në gjumë, e vranë duke fjetur. Ai ishte në burg gati 5-6 muaj këtu. Pa pikë turpi erdhi e hyri përsëri në parlamentin e Shqipërisë dhe foli greqisht. Fytyre e tia, që vrau dy ushtarët më kryesor në të kufi. Një me gjumë e një oficer tjetër. Vrau e ushtari. Ushtari ishte pa bukë. Një në gjumë.
nuk vritet njeri unë ju. Pra dashur shqiptar, erdhi koha juaj, përsëri e kam fjalën dhe policia, që shkon s'le vend natën kudo. Mos dëgjoni ç'a u thot Edi Rama. Shëgoni rregullin e çështje kombëtare. Mos shëgoni programin dhe kushtetutën e tyre se kushtetuta është kundra jush policë. Se po t'ishte kushtetuta me ju sot do kishte të paktën $1.000, $2.000 në muaj, si pagojnë këta. Po ju do pagojnë 1.200 me 2 javë, plus ekstra çdo gjë. Ju arsimtar, mos u jepni dëftesa kot rinjve me pagim. Se çdo gjë që mirëni dihet me anën e satelitit që shëgojmë. Qëndroni profesor, e di që s'keni rrogë, po qëndroni pra. Ne kemi qenë dhe pa bukë. Sepse këta duan të djegën Shqipërinë dashur shqiptar. Mendojnë, përdorë dhe emrin tim para javë. Si kur unë i ftoj një shqiptar, që unë e di po t'i ftoj, vinë me miliona këtë. Po jo për revolt, vinë me kokë ullur, vinë ngushëllim për 35 vjetë që kanë hequr, edhe u qesh buza më në fund, kër e shojnë Shqipërinë me qeveri të re. Ky është qëllimi jonë, dashur shqiptar. Ky është qëllimi i kushtetutës tonë, i programit tonë, që është në favor të shqiptarëve, nëse një qeveri i shtetë. Nuk ka forcë, nuk i ndihmon dot popullin e vetë. Ai shtetë, ai qeveri ka rënë. Bërë përpara duhet forcuar popull, bujësia, ekonomia, arsimi, policia, ti forcosh, a here mund t'i marrësh taks, po si mund e ti, kur i paguan $800, më falni, $80 në muaj, edhe një rrugaq në parlament merr 5.000. Ky është qëllimi i dashur shqiptar, ne do shihemi përsëri të hënën që vjen. Shqipëria do të jetë e qetë, është në kontroll nga nëna Amerikë, çdo gjë është në kontroll siç u kam thënë. I kemi njerëzit kudo që nuk duken, që shumë shpejt do dalën në skenë, do t'i shihni dhe vetë. I kemi në polici, i kemi në qeveri, kudo janë, jo ministra, po i kemi njerëzit që janë në zyrtarë që punojnë, për shembull vetëm ministria e Ballukut ka 390 veta. Po nga 390 kemi mja njerëzit janë toni. Pra ka arritur koha, dashur shqiptar, që këta vetëm paguanin taksat tuaja që t'i mbanin gjuha për vota, po nuk ishte vota. Nuk ka bërë zgjedhje të 35 vjet. Kutit e tyre s'janë hapur fare akoma. E pat dhe vetë si shqiptarë u thanë të dyre partive, nuk u duam ju. Nuk i duam. Sepse i kanë vjedhur, i kanë vrarë. Pra, edhe gazetaris po i them që atje ka mendje, fletë të arrestimeve janë me qindra dhe me qindra. Të dashur shqiptar, vetëm u bë një test për Ilir Metën që u hoq nga makina zvarë, po do shihni do ditë, do shihni ku t'i heqën zvarë ata që kanë qenë kryetarët, kryeministrat, presidentat tuaj, do hiqen zvarë, edhe nuk kanë thënë kot që të gjithë pasarësit e tyre që kanë me vete nga 100 mbrapa hajdut, ju do të gjykoni, ju të bini gjyqin popullor. Da që i pështyni, da që bëni i bini me domate, që ose gjeni me ato domatet që vinë nga Serbia,
që u helmojnë ju, da që i bini me ujë, me dridh, me ujën e lanës, e mbush edhe e vjen një targ, thonë vjen nga malet. Këto hani ushqim nga këta, nga fytyrat e këtij që ka mundësi ta heq foton se nuk e shoh dot më. Pra, të dashur shqiptar, ju do t'jeni të lumtur, me mira, me qindra që më kanë dërguar çfarë shkolle kanë nga Evropa, nga Franca, nga Austria, nga Gjermania, nga të gjithë vendet e botës deri nga Australia, Amerika, me qindra dhe me mira që do kthehen këtu. Pra, dashur shqiptar, që kam thënë, do bëhet një dasmë e madhe para dasmës të madhe, do bëhet një funeral me këta që hyve u kanë vrarë, me këta që hyve u kanë vjedhur, edhe nuk do keni mëshirë, gjyqin do t'ua bëni vetë. Do t'ua bëni vetë gjyqin, që do mbahet në histori. Ashtu si që u bëj gjyqi në kohën e Hitlerit. Do bëhet gjyqi i 44-ës deri në këtë minutë që u flasë. Çfarë i kanë bërë shqiptarëve? Si i vranë, si i internuan, si i bën, më në fund si u vranë vetë-veten, si u vranë Petri Dumja, Beqir Balluku, si u vranë gjeneralët, cila ishte arsye, u vranë për karrige dashur. U vranë se doni komunizm, që duke pushkatuar mbyllin grushin e thoshtin, rroft komunizmi. E fëmijët e tyre thonë, kemi qenë një internim. Po, kanë qenë, kanë hequr familjet e tyre. S'kan lidhje fare me gjyshat e me prindit, s'kan hequr për kamp e internimit. Pra, natë e mirë dashur shqiptar, miru pafshim të hendën, kujdes polici, kujdes hap një syt 24 orë në kontrol, mos lini njeri të hedhi një shkrepse në tokën e Shqipërisë. Se vilat, pallatet, dyqanet, hotelet, çdo dhe në tokën e shqiptarëve që nuk janë të shqiptarëve, do t'jenë tuaja. Pra, i ruani, sepse do t'jenë tuajat nesër. Me ato do gëzoni fëmijët tuaj. Natë e mirë, rrof flamuri shqiptar dhe flamuri amerikan, t'jeti kryqëzuar në tokën e Skënderbeut, si ai flamur që po e shihni në hartë, që valvon, a e shihni dashur shqiptar, është me madhe Shqiponja se flamuri amerikan, sepse Shqiponja është me mira vjetë dhe ajo Shqiponjë e forcovi Amerikën që në fillim, dhe nga ajo Shqiponjë doli një femër që u martua në Amerikë dhe i biri ti u bë president. E pra, këtë kërkojmë në dashur shqiptar, kemi 2 gjini, femër dhe mashkull, të martohen, të shtohet Shqipëria, dhe ata që kanë mendjen në gej, në lesbien, të iken bë përpara se Pilinçi të ketë fuqin. Zhduken nga toka e Shqipërisë, të zhduken ato fetë që kanë erdhur që s'janë shqiptare, përveç katolikave, krishterëve dhe muslimanëve. Të zhduken të tjera që kanë erdhur për të shkatruar Shqipërinë. Natë e mirë dashur shqiptar, miru pafshim, të hënën do keni shumë gjëra të reja, shumë arrestime do bëhen të hënën. Pra, e njëherë natë e mirë. Profesor, të falenderoj. Të dashur miq, shihemi transmetimin e radhës. Faleminderit.